Secili ka nevojë me kalu një pushim, por realisht në shpesh hezitojmë, ndoshta prej disa kënaqësive, nëse muj me thonë shfrytëzimit, për shkak të këtyre pikave që nuk na plotësohen. Çka ofron konkretisht për muslimanët e Magribi? Hotel Magribi ofron për musliman një ambient fetar, familjar, ku nuk ka alkohol, për së pari nuk ka muzikë, ushqim halal. Domethënë, na jemi fokusu që të mundsojmë njerëzve gjatë pushimeve të tyre që të kryejnë pushimet të këndshëm, që të jetë lirshëm me praktiku edhe fenë e tyre, edhe që të ruajnë parimet e tyre. Dhe domethënë jena mundu që të krijojmë një atmosferë fetare familjare. Kjo është ajo çka mundem me thënë për Hotel Maghrib. Njësoj për gjërave tjera që i ka hoteli, që mendoj unë si na dallon për të tjerëve, është qendra spa, e cila ka mundësi gjatë komplet sezonit mu përdor ndamës për burra dhe për gra, ka mundësi para edhe mas orarit mu marrë privat, dhe kjo mendoj si është ajo që na dallon. Kemi edhe një faltore të vogël, ku njerëzit mundin me krye obligimet e tyre, abdesane, dhe alhamdulillah deri tash kemi qenë shumë të suksesshëm.